Pas dekada shpritje dhe shqetësimesh për gjendjen e saj strukturore, manastiri i Ardenicës në Lushnjë po i nënshtrohet një procesi të plotë restaurimi. Pas një muaji, punimet kanë nisur intensivisht dhe fokusi është përqendruar tek përforcimi i mureve rrethuese, të cilat kanë patur plasëritje, sidomos pas tërmetit shkatërrues të vitit 2019. Sipas Institutit Kombëtar të Trashëgimisë Kulturore, i cili po mbështet dhe mbikëqyr nga afër projektin, ndërhyrja u konsiderua urgjente për të shpëtuar një nga monumentet më të rëndësishme të trashëgimisë shpirtërore dhe kulturore shqiptare. Rrëshitjet e dheut në pjesën perëndimore të objektit shtuan rrezikun për rënimin e mëtejshëm të ndërtesës, duke e bërë të domosdoshme nisjen e menjëhershme të punimeve. Historiani Niko Ferro thekson se është bërë kërkesa për rindërtimin e bibliotekës, e cila u doq në vitin 1932. Ai shpreh se biblioteka nuk ka qenë thjesht një depo librash, por një vatër e dijes dhe kulturës ortodokse shqiptare. Ishte i domosdoshëm, i shumë pritur, madje erdhi edhe në kohën e dur, pasi edhe pasojat e tërmetit dukeshin ende aty. Dhe fati mirë që me këtë ndërhyrje besoj do të përfundoj dhe pjesa që rrëshket e pjesa perëndimore e manastirit. Të rindërtohet edhe një herë siç ka qenë biblioteka e manastirit. Kjo bibliotek që është djegur nga keqbërës në vitin 1932. Manastiri i Ardenicës është një nga ndërtimet më të hershme të ortodoksisë shqiptare dhe historia e tij shtrihet përtej mureve të gurta. Në kuadër të ruajtjes dhe promovimit të vlerave, është planifikuar dhe ndërtimi një muzeu të posaçëm, ku do të ekspozohen gjetjet arkeologjike të zonës dhe objekte me rëndësi historike e fetare. Do ishte mirë që me rindërtimin e bibliotekës, aty mund të vendoshin dhe të gjitha objekte arkeologjike që janë gjetur përreth manastirit, që mund t'i shërbejë edhe turistëve, pra përveç bibliotekës të jetë edhe një muze për t'u vizituar dhe për t'u njohur më shumë me lashtësinë e zonës. Restaurimi përfshin një gamë të gjerë ndërhyrjesh të specializuara, si përforcimin dhe restaurimin e strukturës mureale, rikonstruktimin e konakëve, ndërrimin dhe konsolidimin e dyshemes, pastrimin e figurave murale, si dhe trajtimin e strukturave drusore të brendshme, që nga viti 1964, Manastiri i Ardenicës gëzon statusin e monumentit të kulturës të kategorisë së parë të mbrojtur me ligj.